gjitha gjërat që ky zoti kryeministër thotë që i kemi falas. Asnjë gjë nuk ka falas se nuk të zëmë dorë. Mund të shkosh me një sëmundje dhe të nxjerrin 3-4 për fitimet e tyre dhe të orientojnë te amerikanë dyshin. Edhe farmaci kutumta që kanë lidhjet e tyre dhe fitojnë përqindjet e tyre. Doja të thoja, këtu kanë lindur ca zuzar që janë shqiptar. Dhe punojnë natë e ditë që gjithë ky kohë të rri patrit. Çfarë të themi ne më parë? Janë boshatisur fshatrat, janë boshatisur shkollat, ka ikur rinia dhe kanë gjetur pleqëria. Për çfarë ka ikur kjo rini, kur këtu na i pas kanë quar gjërat ne për mrekullit? Kush është ai që lë shtëpi dhe atë unë e di, më thoni ju se unë nuk e di. Rinia i ikur drit, dhe pse kjo rini vlerësohet në Europë dhe këtu sorolate, si një nxënës që është ekselent, mund ta shikosh kamarierë, dhe një analfabet që nuk di të flasë, flet në parlament, a ju duket normale, se mua jo. Çfarë të themi më parë? Nuk mund të marrim dot një punë në vendin tonë. O shqiptar, pse ne në botë na vlerësojnë? Dhe ky vendi jonë na ndërson. Nuk e di, nga t'ja filloj, nga çmimet që kanë shkuar në stratosferë, i kemi çmimet më të shtrenjta në botë, në Europë më falni, dhe rrugën mesatare, dini sa e kemi? E kemi më poshtë. Si mund të jetojë ky popull? Asë mur e ta ushqene, a do të jetojë, a të shkollohet? Mund na bëjmë një llogari, ky zoti kryeministër, se unë nuk e di, më del keq llogaria. Nuk e gjeni që nuk jeni dorëzuar dhe pse kanë kaluar me 60 ditë, nuk kanë parë në asnjë vend të dëgjuar të votës me 4 mandate. Edhe të u kishte ne për mrekullisë se mban njëri ka mund të mandate një njeri 4 mandate. 52. Çfarë bëri Macroni në Francë për 50 lekë të vjetra rritin naftën? Protestua dhe u kthye prapë çmimi ku ish. Këtu pse çmimet rriten për ditë? Dhe nuk rrihet njeri. Unë rritë kemi 2 muaj e ca. A i bërë si kameleon e nuk i intereson. E kupton sa e do këtë votu që si pas ti e pas ka votuar. Kush e ka votuar? Pleqëria që s'te do të shpia. Dhe i gënjen çdo vitëri me një qenë. Po për si çmërinë e ka për llogaria i për një vit, me sa rron kjo pleqëri.